me të pas studio. Adnan, çfarë po prisni? Po prisni masë përkohshme nga gjykata për dekretin? Po, padyshim, natyrisht do ta dërgojmë kërkesën në gjykatën kushtetuese, nuk ka asnjë dilemë që presim masë të përkohshme, siç e kemi thënë edhe sot në konferencën për media. E personalisht që është vërtetë jam si në asnjë rast tjetër mbase që ka trajtuar gjykata kushtetuese që është një shkelje flagrante, domethënë e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është një uzurpim i kompetencave të Kuvendit të Kosovës, është një abuzim me detyrën dhe fatkeqësisht po e them këtë gjë që një president i Republikës që ka për përgjegjësi kushtetuese për të garantuar funksionimin kushtetues të institucioneve, ndërmerr një veprim të tillë që në fakt e cënon rendin kushtetues. Është absurde një interpretim i tillë, nuk kam asnjë dilemë që kushtetuta është shumë e qartë, nuk ka asnjë bëshllëk kushtetues për sa i përket momentit të rrethonave të shpërndarjes së kuvendit. Domethënë në 82 në paragrafin 1 në 3 rrethona që përcakton, shto edhe në paragrafin 2 një rrethon tjetër që parashë mundësinë e shpërndarjes nga ana e Presidentit të Republikës, por në ato 3 rrethonat e paragrafit 1 të nënit 82 janë krejtësisht të qarta në mënyrë pa ekuivoke, nuk ka asnjë hapësirë për interpretim as për le të themi për tejkalim apo për një sjellje të tillë. Vlerësimi është i qartë, brenda nëse kuvendi nuk arrin të zgjedhë presidentin e Republikës në afatin prej 60 ditësh nga momenti i nisjes së procedurës, dhe që momenti i nisjes së procedurës ka një konsensus të përgjithshëm që konsiderohet momentin kur janë paraqitur së paku 2 kandidatura dhe përmbushin kriteret dhe paraqiten natyrisht në seancë, siç ka ndodhur mbrëm, domethënë në momentin kur është hapur seanca e aq më tepër kur Komisioni për Legjislacion ka konfirmuar 2 kandidatura që kanë përmbushur kriteret dhe kushtet kushtetuese, ai është momenti i nisjes së procedurës dhe Kuvendi i Kosovës ka 60 ditë kohë për të zgjedhur presidentin apo presidenten e Republikës